Pacha me ju vëllezër dhe motra, le ta dëgjojmë ungjillin e ditës. Leximi i ungjillit shenjtë sipas Lukës. Pastaj Jezusi u nis për në një qytet që quhet Nain. Me të shkonin nxënësit e tij dhe turma e madhe e popullit. Kur ju afrua dyerve të qytetit, që se po sjellnin për jashtë qytetit një të vdekur, djalin e vetëm të nanës, e kjo ishte e vej. E përcjellnin shumë banor të qytetit. Kur e pa zotëria, pati vim për të dhe i tha: mos qaj. U afrua, preku vigun, ata që mbardhnin u ndalën. A i tha: djalosh, ty po të them, qohu. I vdekuri u qua dhe nisi të flasë. Jezusi ja dhan sëmës, të gjithë i kapi frikë e madhe dhe leftonin hyn, duke thënë: profeti madh u duk ndër ne, hyi e pa popullin e vet. Dhe në përmbar Juden e anëmban krahinës, u hap zëri për të. Fjala e Zotit, lavdi ty, o Krisht. Vëllezër dhe motra, Krishti ka dhe mshuri për ne. To fjalë më bajnë një kon. Krishti do të marrë të njëjtën gjendje. Ai do të ketë nanën e vetë dhe jush. Në të mosh Jezusi i atit e vetë toksor, do me thënë ati adoptiv, kishte vdekur. Jozefi kishte ndru jetë, Maria ishte vej, edhe ai do të shkojë në kryq. Ai djali vetëm të nanës e vetë. Krishti të njeh në thellësi, njeh vllajtjet e tua, edhe nuk e njeh thjesht për një ide. Ai ka eksperimentuar në mishin e vet, ç'a do me thënë me vllajt. Ka bashkëndar me ne vllajtjet tona. E ka marrë mbi vete, bisupat e veta. Në mënyrë që ai me të vërtet ka dëmshuri për ty dhe për mu. Ma shumë bile se sa ne kena për veten tonë. Të Krishti thot ungjilli që pati dhim, Zoti ka dëmshuri, e thot që u afrua pa gjeste konkrete. Krishti afrohet. Fakti që ai ka marrë kryqin është afrimi më i madh. Ndaj gjendjes son me dhimbjet. Ai u afrua, preku vigun. Për te, për hebrejt, nuk ishte mundur me prek gjanat që ishin në lidhje me vdekjen, sepse ishin gjanat e papastra sipas mentalitetit hebre. Edhe se një person prek një diçka që ka në kontakt me një vdekur, atëherë persona bëhet i papastër. Krishti nuk ka frikë me prek papastërtinë tonë, me prek edhe mëkatet tona. Ai nuk ka frikë për këtë punë. Bile, ai merr mbi veten papastërtinë tonë, mëkatet tona për ta shësuar në kryqin e vet. Zoti na don pa mas. Edhe i thot djaloshit që ishte vdekur: djalosh, ty po të them, qohu. Edhe këto janë fjalët e ngjalljes. Do me thënë, qohun e kam në një jetë të re. Krishti vetëm ka shëruar, sipas ungjillëve, vetëm tregohen 3 persona që kanë qenë të ngjallur prej vdekjes fizike. Nuk ka ba shumë ngjallje të ashtu e njerëzve. Por pse? Sepse çfarë intereson Krishti është me na dhanë sidomos jetën e pasosur, që ne të jetojmë me jetë madhe. Edhe jeta e pasosur nuk e prish kalimin e vdekjes trupore.
E si shifet që një person është i gjallë, që është në kamba, që u qua? Thot Shëngjoni, ne dim se kena kaluar nga vdekja në jetë, sepse duam vëllezërit tanë, duam motrat tona, motrat tanë. Shife jetën tënde, kena me pasot, si është zemra jona, a kam unë inat kundër dikujt? A kam unë dashurim falas për të gjithë? A kam falur njerëzit që kanë gabuar kundrejt meje? A jam pajtuar me njerëzit që kam gjykuar, që i kam pas inatin? A është zemra ime, jo vetëm në pace, por ka dashuri konkrete ndaj të tjerëve? Nëse gjendja është negative, kurajo, afrohu të kishës, pajtohu me Zotin në sakramentin e rrethimit, lejo që Krishti të prek papastërtinë tënde, le ta lejojmë që ai të prek papastërtinë tonë, le ta dëgjojmë fjalët e tija. Fjala e Krishti ka pushtet me na kalu nga vdekja në jetë. Le ka dëgjojmë sot, nuk e di çfarë me ka të ke, çfarë vdekja jetu përjetu, por sot le ta dëgjojmë fjalët e Krishtit që na thojnë: Djalosh, ty po të them, qohu, që lëptu Krishti.